nuk ka qenë krejt, nështë me qenë shumë e lumtur, normal që edhe unë kom pas frikë, ma shumë se unë kam pas frikë prindtë e mi, sidomos babi. A i s'ka qenë edhe fort dakord? Jo, babi është friksu shumë për mu, ju kom duk shumë e re, edhe si që të prindim. Pak qika babit jam. E vërtet. Kështu që ka pas rezerva babi në këtë aspekt, ma shumë se tjertë. Nana si krejt nana, të shqetsu shumë, është mërzit shumë, po prapë më ka përkra ma shumë. Do më thonë e kom pas edhe unë e vetë frikën, kur e menoj ka qenë shumë sfiduese, po në të njëjtën kohë më ka mësu shumë për jetën, edhe nuk jam pishman asnjëherë që e kom bo. Menoj që kom mësu shumë prej periudhës që unë kom jetu vetë atje. Fatmirësisht, nuk me thunë që unë kom komplet vetë, për shkak që unë kom pas familjen atje. Edhe çdo shqiptar që shkon në Amerikë, besoj e menon edhe e thot njëjtin sens janë, kushdo prej shqiptarëve që shkon e ka një dirë qile dhe është dira e familjet. Kështu që krejt vetë që më konë, po familjen edhe njerëzit të afërt mi kom pas shumë largë, që ajo kon e keqa. A ka ndonjë fjalë që e kujton edhe sot në përshëndetjen tënde me familjen këtu, para se me udhëtu për Amerikë, diçka që të tha babi ose mami? Po, ku të shkon që ka të bën me men? Me men. Këto me majtë si vatë në vesha, me pas ku do me vite. Po, edhe nuk e kom majtë veç në Amerikë, atë fjali do me thonë jetoj me ta. Për gjithë shka, jo veç për atje normalisht më ka shërby shumë, edhe më ka majtë në shta dëvëmendshme, se qka po bëhet me jetën tamë dhe qysh po jetë procedura jetës tamë atje, po vazhdoj me majtë si fjali që ka rëndësi për mu. Është zakonshme. The që dera Fadilit ka qenë e hapun edhe për ty, ashtu si për çdo shqiptar, sidomos në këtë sferë, ku e dim që ai i ka përkra për herë vajzat që kanë shku atje. Po, cila ka qenë momenti apo sfida më e rëndë për ty, gati se me i thonë vetës, okej, nuk qenë ka ky spektakli bukurizit mon, ose kjo fusha e kompanive dhe e gjithë puna e modelingut, që nga njëherë duket që po kalojnë shumë mirë, është shumë duket regulohet bukur edhe del para aparatit. Mirët pak si e thjesht kjo gjëja. E kur shkon në Amerikë në një vend kaq të madh, me plot mundësi, por në të njëjtën kohë edhe me plot sfida, besoj që duhet kesh në histori mbrapa. Po, puna si punë në përgjithësi në cilin do vend që e bën, menoj që nuk është qatë si përfaqësore sa shihet, si e bën në Amerikë, si në Kosovë, si kudo, nuk është punë shumë e thjeshtë, qysh edhe gjykohet që është, po në Amerikë për